Përshëndetje të dashur shikues dhe ndjekës të emisionit Pas Kuintave. Ne jemi përsëri si çdo të premte së bashku me regjisor dhe me krijues apo interpretues të zhanreve të ndryshme për të folur për drejtën e autorit dhe për të folur për krijimet e tyre. Sot jemi përsëri me Eno Milkanin. Mirë se erdhe Eno. Mirë se ju gjeta. Për të folur për të gjitha shqetësimet, për të folur për drejtën e autorit dhe gjithashtu për të folur për krijimtarin shqiptar. Përshëndetje. Përshëndetje. Përpara gati 2 muajsh, ti ke qenë ai që thua gjithmonë që ne duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit për të drejtën e autorit, duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit. Dhe për këtë bëhet në forma më të ndryshme, të erdhe në Universitetin e Arteve, bëre një bashkëbisedim me studentët, që për çuditë time shkoi mbi 2 orë, që nuk kishte as projekcion as gjë dhe ndetën studentët dhe disa nga pedagogët të cilët treguan interes. Ke dalë në disa media dhe ke bërë në mbledhje direkte me personat cilët janë edhe drejtues institucionesh dhe me idenë që të bëjmë këtë ndërgjegjësimin. Dhe po shikoj që pavarësisht se ti po ndërgjegjëson përsëri e drejta e autorit shkelet, jo nga individët, por nga vetë drejtuesit e këtyre institucione. Atëherë në këtë situatë mua më lind pyetje jo si autor dhe i një person që trashëgoi të drejtën e autorësisë të tjerëve, por dhe në emër të gjithë këtyre autorëve që janë antar, të cilët kanë firmosur kontrata ekskluzive për të drejtat e tyre të autorit. Çfarë do bëjmë? Si do të veprohet? Kush është rruga që duhet ndjekur që këta njerëz, drejtues institucionesh, të kuptojnë se gabimet që po bëjnë në lidhje me drejtën e autorit? Kjo është një pyetje e drejtë. Është një pyetje shumë e drejtë sepse pavarësisht asaj që ne po bëjmë, pavarësisht ndërgjegjësimit, kjo nuk po përkthehet në impakt direkt apo në reagime direkte në favor të krijuesve. Por ajo që ka ndodhur është që të paktën unë e di që institucionet shtetërore, konkretisht ministria, është vënë në lëvizje e gjitha. Ka një grup të madh përdoruesish ku përfshihen edhe disa televizione kryesore, të cilët po mundohen që të gjejnë një zgjidhje. Thash, defekti më i madh që ne kemi dhe po ndeshemi është vendimi i Këshillit Kombëtar. Pra, që të mos jemi shumë përsëritës të këtij vendimi, ai bllokon shpërblimin e autorëve krijues, por bllokon se nuk bën transparencë për televizionet që paguajnë. Pra, amullia është transferuar. Pra, edhe sikur ti të duash të paguash si televizion, duhet të tregosh shumë kujdes sepse mbetet pa shpërblyer autori. Ministria ka ngritur grupin e punës i cili po amendon ligjin dhe shumë shpejt u besoj se do miratohet. Ka të ardhura të humbura, të cilat janë të përkthyera për autorët krijues për shkak të shkeljeve që tashmë ka bërë sporteli unik i drejtës së autorit. Pra, vendimi KKD-s, edhe sikur të ekzistonte, është keq interpretuar tashmë nga sporteli unik, të cilët lekë që u takojnë autorëve krijues të audiovizualit ja u shpërndan interpretuesve. Mua më duket pa kjo si një mënyrë për t'i thënë dikujt që shiko, drejtoju gjykatës dhe unë do përdor lekët e tua sa më shumë të mundem, sa më gjatë të mundem. Sepse në Shqipëri unë jam vetë avokat, proceset gjyqësore zgjasin. Pra derisa të kthehet vendim në formës për zgjasin dhe ky një grup personash të caktuar që unë e përmend gjithmonë, të cilët nuk dua që kjo gjë të funksionojë, apo përfitojnë në kurisë të lënë ty zgjidhjen e vetme të shkosh në gjykatë. Kjo është edhe i frustrimi që bëhet autorëve në kuptimin që ata të shedojnë të drejtat e tyre, firmosin për të marrë të pak gjë. Por unë them që ndërgjegjësimi ndjehet edhe në pjesën e internetit. Pra, ku shumica kanë filluar tashmë
kur mjoftohen. Dhe këtu duhet të them edhe për kanale që kanë qenë të hapura në Amazon dhe në eBay. Pra që i kishin vënë DVD të filmave shqiptare apo këto, në momentin që ne i kemi njoftuar nëpërmjet emaileve, ata kanë hequr komplet atë pjesë. Pra unë them që kjo është një pjesë ndërgjegjësimi, sepse ndonjëherë edhe sharuar se çfarë është publikuar. Pra unë kam hapur një kanal para 10 ditë, për shembull kam një kanal timin, më duket në Daily Motion. Dhe kur hyra një herë për të hapur një kështu, më del e vjen Daku është i regjistruar. Unë ai kanal është hapur që ka lindur Daily Motion. Dhe harron se çfarë ke vënë brenda dhe ndonjëherë të duhet një kujtesë. Dhe prandaj them që reagimi është pozitiv. Për të dëshiruar le Inspektorati Qendror, pra Inspektorati Mbikëqyrjes së Tregës së Qendrori harton politikat dhe sot ka një kryetar të ri, të cilët edhe të duan të inspektojnë, do ju duhet që të kenë 80.000 inspektorë, sepse është një numër shumë i vogël inspektorësh që do mbajnë përgjegjësinë e drejtës autorit dhe për ta zgjidhur këtë. Pra ky është një ngërç. Duhet të trajnohen, besoj, në lidhje me këtë gjë, apo e dinë se çfarë. Unë besoj se ata janë të trajnuar, e dinë se çfarë duhet bëjnë, por është numër shumë i vogël. Mos gabojmë, janë rreth 6 inspektorë për drejtën e autorit. Imagjino llogarizën se sa përdorus ka. Është që po flasim në mendje kjo prona private. Është prona private shenjtë dhe drejta e autorit është si një pronë private që është e shenjtë. Dhe ky nocion në Shqipëri ka humbur sepse këtu është grabitur toka e tjetrit, është grabitet çdo gjë dhe pronari lufton, e ka pronar që ende janë në gjykat për pronën e tyre mbas 30 e ca vitesh kur kjo është. Ne s'duam jemi të lidhur në pasgjithshmërisht me gjykat. Pra në çdo lloj procesi. Pra vetëm përmende pronën private, të cilën shkon në gjyq dhe vazhdon ai kalvari i gjatë, ta kthej në apel, shkallë parë, dhe ndërkohë nuk merret asnjë mas. Tani çfarë ndodh? Unë po ta marr aty drejtën e autorit, i marr gjithë filmat e tu, i shes, fitoj të ardhura, qoftë në çfarë do lloj rrjeti, transmetim, satelit, IPTV, OTT, Pay TV, dhe fitoj, ditën që ti pas 10 vitesh fiton atë formës prerë, unë mbyll niptin, unë mbyll të dhe do të ngele borxh ty të rjetën. Më kupton se është bërë dhe kjo në Shqipëri tradit, që njerëzit thonë që pa çfarë do më marr fundi do i le gjitha në emër të gruas. Pra, ky mendimi i pandëshkueshmërisë nëpërmjet gjykatës, policisë, drejtë autorit është gjë e parë, mund të vej dhe policia vetë. Do të thënë, ti ke një produkt pa faturë, pra ti ke një produkt të evazionit fiskal, sepse të mos e kesh bler produktin, pra të mos e kesh paguar autorit këtë produkt, ti e drejt për të evazion fiskal, ke mall pa faturë. Mall pa faturë. Jo, shiko, dua të sjell në vëmendje një fakt, Kina njihet si një vend që piraton çdo gjë, kopjon çdo patent e të tjera. Më erdhi shumë çudi që në momentin që shitëm një film për një platformë kineze, ajo që kërkonin të detajuar ishte kontrata me kompozitorin e veprës. Në rastin konkret, bëhej fjalë për 2 kompozitor, Krajka dhe Kotani, të cilëve unë shkova, u detyrova, po pa arritur deri këtu, kjo u bë përpara se të vinte e Kinës, pa u mbaruar filmi për korektësi, sepse edhe i njihja Krajkën, i nderuar qoftë, sepse është ka qenë një nga kompozitorët më të mrekullueshëm, e kontaktova, ulëm në kafe dhe i tregova momentin kur është përdorur muzika, një këngë e Krajkës nga radio dhe po ashtu edhe Kotanit. Dhe kjo vleti më bon kur filmi u kërkua të blihej në Kinë, u kërkua në mënyrë specifike kjo e drejta me një tabelë të posaçme në çfarë sekondi të filmit, minuti dhe sekondi të filmit, sa është kozjatja e muzikës përdorur dhe kush është autori. E kërkonin të specifikuar këtë gjë. Pse ekziston kjo frikë në nga një vend ku pirateria, ata kopjojnë patenta, prodhojnë produkte të cilat janë kopje, por gjithë këtë tjetër për shembull, që në Itali nuk ke shanse të gjesh iPhone, fake iPhone apo Samsung fake apo produkte veshjesh jo të origjinale. Në qoftë se të kapim dënohesh shumë.
Megjithatë më vjen çudi kërkesa që bëri Kina në lidhje për platformën e vet. Ata nuk mendon se aty ka një kontroll mbi të drejtën e autorit. Kina është vend shumë me rregulla strikt. Por ajo që ne themi pirateria nga Kina lidhet me faktin që e para piraterinë ata e bëjnë jashtë territorit. Pra produktin e falsifikuar e eksportojnë. Në Kinë nuk ka njeri guximin për ta pasur atë pjesë. Dhe e dyta është që nga një popullsi shumë e madhe që Kina ka, edhe normalisht dihet që do ketë edhe një numër më të madh e njerëzish që piratojnë apo falsifikojnë. Por çfarë ndodh? Ne në drejtën e autorit kemi për shembull kopje private. Dhe kopja private, me që ti përmendet telefonin, celularën, është që pajisje telefonike, pra aparatet celular, të paguajnë një fi për drejtën e autorit, sepse atje ti dëgjon muzikë, atje ti shkarkon muzikë, atje ti shpërndan muzikë. Por çfarë ndodh? Tregu në Shqipëri është i hapur. Pra është çrava. Të gjithë mund të importojnë telefona. Të gjithë mund të shesin telefona. Pra, e ke të pamundur të monitorosh. Pra, dokana duhet bëjnë një rol strikt të regjistrojë zë për zë çdo importues në mënyrë që të paguhet kjo fija që i takon. Është një fi shumë e vogël, por është në interes të krijuesit. E dyta, që unë e kam përmend shumë herë për leksionet e mia, është që jemi i vetmi vend në botë që themi të shkodojmë celular. Pra, ti që kur thua në reklam të shkodojmë celular, ti që atje thua unë thyej një masë mbrojtëse dhe bëj pirateri. Që kur shkon në këto të shesin kompjutera, formatojmë thot kompjutera. Tani formatojmë, unë e di që njerëzit thonë që okej, shiko se unë po e formatoj, po të jap një Windows original. Por ne dim shumë mirë që me 1.000 lekë, 2.000 lekë sot, ata të hedhin çfarë të duash ti. Pra programe. Dhe është e pamundur. Pra, vetëm në Shqipëri ekzistojnë këto, dhe prandaj thash ndonjëherë që do shtoj edhe këtë tjetrën, ka vende që shkruajnë heqi me spuls. Po për atyre që ka shkelur qëndrimin në vendet e BE-s. Nëse ato, shiko, si reklam mund të jetë e drejt, por se çfarë ndodh brenda është gjë tjetër. Por që të thosh dikujt, unë prandaj them që ndonjëherë njerëzit nuk e dinë që në Shqipëri, për shembull, legjislacioni unë e them gjithmonë është i mirë. Dhe ai personi që apo të shkodojmë kompjutera, të shkodojmë celular, ai nuk e di që dënohesh për atë gjë. Jam i bindur që ai e ka mësuar këtë punë autodidakte ose përmjet shkollave dhe ai e bën këtë gjë. Por në të vërtetë është e pamundur. Ose kur thotë të thyejmë kodin e celularit. Kupton, ti mund të gjesh një celular në rrugë, shkon atje ata ta ristartojnë, fshin kodin komplet. Po këtë gjë ti e di që është e palishme, po mos e reklamo. Pra në Shqipëri arrin ta reklamosh dhe një policë që mund të kaloj rrugës ose një nga këta të krimit kibernetike, mjafton të shkoj të dyqanin dhe të, okay, mund ta provokosh kollaj. Pra mund të jeni të kapshëm nëse shteti vendos të zbatoj ligjin. Kështu që këto gjëra ndodhin. Po vetëm thash, pandëshkueshmëria, gjykata, zgjatja e procesit, është që pse mos ta bëjmë kështu? E kape personin për shkak të drejtën e autorit, gjykata të pranoj sigurimin e padis, ati ti bllokohet llogaria bankare subjektit në mënyrë direkte, siç është e përcaktuar ligji për drejtën e autorit, unë do paguaj garancinë time si autor që ati të mos i dëmtojnë të ardhurat, nëse unë mbas gjyqin, dhe le zbatoj me këtë formë. A do të arri dikush më ta mendoj për të dytë, që unë po jam marr dokumentarin, si që në rastet e disa televizorëve, që mos i përmendim sot, po e marr dokumentarin, po i heq zërin që ka pas original dokumentari, po vë zërin tim po e lexoj unë skenarin dhe çfarë është, dhe në fund shënoj autor unë. Pra, tani kjo është një situatë keq me fyke. Kjo është ndodh sepse është krijuar ajo bindja që një material YouTube-i, për shembull, në rastin konkret YouTube-i ka vetëm motor kërkimi të audios, pra ti me video mund të vesh çfarë të duash, ndërkohë që po i ndryshove audion ose po i ndryshove shpejtësinë, YouTube-i nuk e ka dhe ajo mund të quhet si materiali yt. Por kjo prapse prapi është me figurë, është një dokument akoma më, si thua, më një penalitet më i rëndë kur e ke edhe me figurë. Por unë mendoj edhe më gjatë, sepse kur ti arrin ta bësh me dokumentarin, po marr dhe po krijoj filmin. Po krijoj filmin, po marr aktor të rinj, ose teatrin, po marr aktor të rinj,
po marr gjithçka të re dhe në fund them autori unë. Më kupton? Ama skenarin e kam marr, skenari origjinal dhe ndërkohë them e ndërtova. Pra ky guximi im duhet të ndëshkohet. Pra mua s'do të ndëshkoj në mendje tha Begliç. Po, duhet të më shkoj takoj autorin, i them lidhim një kontratë, kaq përqindin që s'ka mundësi ta paguaj. Për një rivënie në skenë, për një rivënie në skenë ose ribërje të filmit. Por jo unë ta marr, po e bëj, ose si thonë që shiko se unë e restaurova, tani do ta shes, edhe kjo është e bukur e kësaj. Unë e restauroj, e dhuroj dhe autorit i them shiko se të bëra nder. Jo, nuk përdovi. Këto janë absurde që për mua ne i flasim sepse unë gjithmonë kur them ndonjëherë ndërgjegjjen e publikut, unë e them se shumë gjëra njerëzit nuk i dinë. Të drejtën e autorit mund ta mendosh që kjo është një e drejtë e cila ai e ka publikuar libër, e ka bërë një herë, i ka marrë lekët e tij. Dhe jam i bindur që Shqipëria nuk ka pas një mentalitet që të kuptonte, domethënë shumica e brezave që vijnë nuk janë të mësuar me faktin që ky drejt autorit vazhdon. Por mendojnë që ky është autori, unë e respektoj, i bëj një emision televiziv, flas për të, shkruaj gazeta për të dhe kaq po jo. Unë të bëjmë një paralelizëm për një gjë që njerëzit e dinë dhe e kuptojnë shumë mirë. Për shembull, raporti i një familje me një apartament, me shtëpinë. Nëse ti e merr me qira, është paguan qiran çdo muaj. Nuk është se paguan qiran një muaj dhe pastaj thua po unë nuk dua të paguaj më sepse është e njëjta. Unë jetoj këtu. Ti justifikohesh. Po dhe kur e blen, ti përsëri ke shpenzime, paguan mirëmbajtje të tjera, pra dhe kur blen një produkt për ta transmetuar, po themi për një kohë, një vit, 2 vjet, ti duhet të paguash gjithmonë këtë mirëmbajtjen, po themi. Në kontratë mënyrat e pagesës janë të ndryshme. Janë edhe vjetore, janë edhe mujore. Pra çdo gjë, njësoj si qiraj. Madje ka dhe nga ta lloj subjektesh, që unë prandaj them që jo të gjithë e dinë, të cilën mendojnë shiko po unë do la me humbje. Nuk mund ta paguaj drejt në autorin nga lokali im, apo nga televizioni im, apo nga por zotri, ti e thjesht e ke keq përdor veprën time. Se ti s'ke menaxhuar, nxjesh fitim, ky s'është faji. Ky është faji jot që ti e keq përdor, ama veprën e ke përdorur. Veprën e ke përdorur po njësoj. Nëse ti ke fitime, kjo është një gjë që shton pagesën tënde. Po se ti s'duhet paguash se ke dalë me humbje. Prandaj them ndonjëherë që jo gjithçka njerëzit, përdoruesit e dinë. Pra kur duhet ndaloj, kur duhet filloj. Jo më larg se pardjeshim një konferencë që ka gjëra të cilat lidhen dhe thonë që po trajtohet sot nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Për shembull, a duhet paguaj një institucion, një bank që ka një filial të huaj në Shqipëri. Vjen me pajisjet e veta, kompjutera, servera, çdo gjë, dhe në Shqipëri me ligjin e tërës autorit, sipas kopjes private, çdo importues duhet paguaj një fi. Kjo po trajtohet sot në Bashkimin Evropian. Pra, mund të dalin shumë gjëra rrugës, të cilat duhet përmirësuar, por thelbi është ti përpara se ta marrësh, shkosh te autori, nuk e gjen dot autori, do shkosh te agjencia që përfaqëson zhanin dhe kategorinë e atij autori për të bërë ndërlidhje, pra të lidhesh me autorin ose të lidhesh me të, sepse nuk ka kuptim që ty të rim të kapin. Unë një gjë që pata në Kosovë, bëj fjalë për disa libra, e trajtova si çështje dhe ajo që bindi gjykatën, e di cila ishte në faktin që të bëj fjalë për librin shkollor, për shka tarifat miratuara, se se fond të miratuar, paga e paditur, shtëpia botuese thot, ne jemi të gatshëm tashmë të paguajmë, por do paguaj për vlerën që ka të përcaktuar ministria. Dhe eksperti i gjykatës po e shifte mbi pas nga asaj kërkesës. Në atë moment unë i them që prit, ti nuk mund ta trajtosh me vlerën që ka përcaktuar ministria. Ajo me atë vlerë mund ta përcaktosh nëse ne do të kishim kontratë bashkë. Po rastin konkret, kur ti ke përdorur materialet e mia, veprën time, pas një kontratë dhe pa mpyetur, çmimin e vendosun për ty. Ty le ta vendos ministria sa të dush, ti do dalësh me humbje. Është si punë e tenderit. Ti blen një tender caktuar për furnizim mallrash, ti do furnizosh një shkollë, po e marr shembull me hamburger, dhe ti gjatë kohës që fiton këtë fond nga shkolla, çmimi i hamburgerit rritet. Ti se lëviz çmimin, ti do dalësh me humbje. Po ti s'mund ta ngresh më çmimin. Pra është një njëjta logjik. Pra ti s'mundet që mua
Po ma marrësh repën, bësh çfarë dush dhe në fund vish ta negociosh ti. I negocioj ju. Biles duhet llogaritur dëmi dhe gjoba. Domethënë që janë dy gjëra të ndryshme. Ka një gjop fikse, të themi, dhe mbi ato vendoset dhe dëmi që mund t'i kesh shkaktuar kompanisë. Po jo vetëm kaq, po kemi dëmin ekonomik dhe dëmin moral. Po. Pra janë dy dëma. Po. Ne flasim vetëm për ekonomikun. Dhe jam i bindur që të gjitha këto që po thua deri tani në ligjin shqiptar ekzistojnë, janë të llogaritura, janë të parashikuara. Edhe në ligjin më të dobët që ka pas Shqipëria, të drejtat thelbësore kanë ekzistuar. Unë thash, Shqipëria ka pas një vetë rregullim që nga 92 derisa doli ligji i parë i 2005-s, tani me 2016-s. Ajo që ndodhi, thash që solli gjithë të armullime mes përdoruesve dhe autorëve ka qenë vetëm vendimi i KDA-s. Nëse ne diskutonim se sa duhet paguar te një përdorues, KDA-ja E zeroj. e zeroi dhe çoj nuk mund të them në çfarë viti e çoj. Sepse dhe kodi civili i kohës komunizmit e kishte drejt në autorit si nocion.